ende nuk kemi një projekt të dorëzuar, të finalizuar për zonën e Zvërnecit. Është duke u punuar nga arkitekt, nga ekspert mjedisor, nga arkitekt të peizazhit, me qëllim që të dorëzohet një projekt i cili do të përmbush pa diskutim standardet e Bashkimit Evropian për sa i përket mjedisit, por mbi të gjitha do të bëjë të mundur një investimin më madhor që ne kemi pasur në sektorin e turizmit ndonjëherë, i cili parafërsisht, nëse i referohemi projektit të parë të dorëzuar, i cili, siç jeni bërë gjithashtu me dije, nuk është miratuar për mos përmbushje të standardeve, ka qenë në nivelin e 4 miliard eurosh. Projekti ka disa faza. Në fazën e parë, patjetër që do të ketë një angazhim të madh të punësuarve në vend, kryesisht në sektorin e turizmit, e ndërtimit, dhe më pas, cilët do të jenë të punësuar që do të jenë aty për sa kohë që projekti do të zhvillohet, dhe më pas sigurisht që efektet e një projekti të kësaj përmase në shifrat e eksporteve të shërbimeve, në shifrat e eksporteve të shërbimeve turistike do të jetë jashtëzakonisht i madh. Ky ka qenë një nga reagimet shumë të rralla, në fakt duhet ishin bërë shumë më tepër se sa kaq, pavarësisht se ka pasur momente të qarta të ardhjes së një investimi të tillë, të lobuar, të kërkuar diku, të ndërruar diku, jo, çrënci është menduar që kjo çështje është bërë publike. Është bërë publike është njëra anë, Berat. Është qartësuar nga pikpamja e qeverisë se çfarë përfaqëson është ana tjetër. Dhe këtu tani unë e mbaj mend intervistën që është dhënë në opinion e arkitektit i cili e shpjegon të logjikën e investimit. Po. Edhe ka qenë një Amerikan ka qenë. Edhe thoshte, i gjithë investimi, logjika kompanisë tonë, thoshte është që t'i përshtatemi natyres shqiptare, fliste për sezonin. Edhe thoshte, gjitha investimet, dhe më thonë, prej gurit, deri te druri, çdo gjë do t'jetë e këtu, e natyres, e vendit. Që do tëtë, është folë për këtë gjë, po ma vonë dikush tash vendosi, dikush me na rikujtu që këtu ka dhe politik diçka Izraeli është përzi, sepse ato nuk na interesonin, ose interesonin njerëzve që është për mu interesu. Po gjëja që ja vlen me u thonë, ta premtova një gjë, dhe më thonë, ky biznes. Tash, kur e mbijeton këtë gjë, unë besoj që edhe kjo kampanja negative do të konsiderohet pozitive, sepse njerëz do ta mbajnë mend. Aq shumë është folë në shkallë globale, sa kur fillon me, si më thonë, ky është ai projekti që. Ky është ai projekti që. Në Republikën Dominikane Punta Cana e ka ngjallë Republikën Dominikane. Do të thonë është një qytet atje në skajt e Republikës Dominikane, edhe janë bërë një rezervë 2, edhe kanë shërby si flagship të ekonomisë të Republikës Dominikane. Sharm el Sheikh në Egjipt. Krejt bota më shumë në Sharm el Sheikhin se piramidat. Po. Dhe më thonë, është ose paralel, gati paralel. Po, shkojmë atje dhe të shkojmë dhe të piramidat. Po, jemi këtu në Sharm el Sheikh, po shkojmë edhe të piramidat. Që janë një 2-3.000 vjeta, 4.000 vjetë vjetra. Se majoranca e botës nuk është histori dashse. Marina është Marina Bay, jo kjo, dhe kjo është shumë e bukur, dhe më thonë, këto. Nuk e di se s'po mbaron, Berat, vazhdojmë. Okej, në Singapur është. Po bërë shumë reklama. Se kom gojle, dhe më thonë se unë e kom bërë para 2 viteve komplet kom, beletash bisedova me të fafës, nuk jo mdalë, nuk e di pse, dhe më thonë, po i premtova që do të vi, do të promovoj atë sa të mundemi. A pra ti kishe për Marinën e Vlorës? Në këtë moment? Po, tash e kisha për Marinën e Vlorës, është një Marina Bay në Singapur, e cila ka ngjall turizmin e Singapurit. Se mendova që kisha për Marinën e Durrësit. Jo, po e ka emrin e njëjtë. Është një shembull tjetër. Janë 2 Marina Bay, se ka dhe Vlora. Kompani pa marr lekë, se është gjuna. Ja beso gojë. Ja ke marr lekët apo? Asnjëherë, domethënë. Komor kur jo bë marrëveshje. Reklam fala se na ule pazarin ne. Ose është për shembull një muze në Bilbao. Bilbao ka qenë qytet pothuajse i vdekur. Edhe kur ndërtohet një diçka e madhe, domethënë, shëndrohet në flagship për Shqipërinë, ky projekt do të duhejtishte ajo që pastaj i sjell çdo gjë pas vetës. A ka pyet ndonjëherë dikush këta që posaçërisht të OJC-ve, cilët janë ka pak si shushunja, jo të gjithë. Po pse Turqia, Izraeli dhe Greqia e kanë bujqësinë shumë zhvilluar?
sepse krahas me rezortet, krahas me turizmin, Ekonomia ndimse. ajo është, si më thonë, gjëja parë që vjen. Është bujësia. Prandaj po e bëja këtë diskutim me Fatosin. Po. Kush është hallka tjetër e zinxhirit? Ata aq shumë e kanë perfekcionu, domethënë thuhet që në Izrael 2 herë në vjet e bojnë, domethënë aq shumë kanë punu, domethënë e kanë perfekcionu sepse ka edhe turist 2 herë në vjet janë. A bëjmë pak kështu. Ani, vetëm ta mbylli këtë gjë, domethënë edhe po se më pengon shumë, domethënë Shqipëria ka shumë vera të mira. S'po du me përmend asnjë me emër, janë plot mira. Tash ato vera kanë mushit dikun. Ata taksi që kanë prej atje për bartjen, sepse ata nuk vinë turistat prej tokës. Ata ka mi bar dikush. Pra gjitha këto, kush do që thot, çka fiton shqiptari, ato vezët e fshatit, ato pulat e fshatit, pse, ma letë është me blej aty, a me pru pe Brazilit një pull prej atjejt. Pra, kjo është krijohen rreth koncentrik të zhvillimit. Edhe Shqipëria përfiton shumë, pastaj e kemi pas një rast. Thonin në Shqipëri po vinë vetëm turistat nga Kosova me bukë me vete. Tash, që ka thonë Faj Konica, tha shqiptarëve mja u bë gazetën me shkronjat vogla, thonë, s'po lexohet mirë, me bë me shkronjat mëdhaja, thonë, s'ke pas me shka me mush gazetën, i ke bë shkronjat të mëdhaja. Pra, edhe këtu, erdhen turistat, fillimisht tashin ta marrin bukën me vete, nuk quhet kjo. Tash ta tjerët janë shumë pasër, mi thonë, po kjo është lezeti i kësaj gjës, domethënë. Jo, çdo turist, do të themi publikisht që çdo turist që vjen në Shqipëri, qoftë low cost, qoftë ai i pasur, do të thënë faleminderit shumë se lë diçka. Patjetër. Patjetër, kurse përsa i përket ekonomisë lokale, për shembull, është përfituesja më e madhe në zhvillimin e resorteve, hotelet të zonës, sepse përveç se jep shpreh zonës, që është shumë e rëndësishme, sepse gjithë zona janë zona të mbaruar të vdekur që vjen do pothuajse nuk i njeh askush ose janë të lëna pas dorë prej vitesh dhe merr zhvillim zona. Pothuajse unë di hotelet e Golemit, për shembull. Atos po si ka mundësi që bujqësia sot sipas ministres ka rënje. Dhe bujqësia shqiptare është për vite me radhë në rënje, turizmi ngrihet, bujqësia bie. Sot e tha ministri, nuk e them. Nuk e them çfarë do ministri, unë di që frutat dhe perimet, për shembull në tregun e Lushjes marr unë, për shembull duhet të them faleminderit atyre bujqëve, sepse i kanë të mrekullueshme dhe unë kam Ku e merrje më përpara? Pra ka një marr në Tiranë, po çfarë si ka, unë marr në Lushje dhe në do të thënë buqit e zonës aty. Si ka mundësi që Durrësi nuk është zhvilluar fare bujqësia në gjithë zonën e Durrësit, qarkun e Durrësit? Nuk është zhvilluar? Nuk ka ngritje nga bumi i turizmit i viteve. 10 kontrata, për shembull, doni nga Shalqiri, ku diun perime, fruta, se nuk duhet di detaje. Me sektorin e rinia të kurrizonit. Ti ekspert, po nga gjithë debati i turizmit në Shqipëri është që ne nga turizmi fatkeqësisht përfitojmë kryesisht vetëm akomodimin, fjetjen. Po kush janë ata? Zinxhiri tjetër, po jo se nuk keni problem ju, ka problem vetë ekonomia, drejtimi, mosndarja e tokës. Bujqësia nuk ka se zhvillohet, sepse ti ke me parcela me 7500 euro, nuk mund të bëhet rentabël një gastër aq e vogël. Kjo është provuar kjo. E ata që flejnë Shqipëri, që thuti vetëm nga banimi, ata ku ushqihen? Në për restorane po besoj nuk shkojnë më hangër në Maqedoni e mund të këtu. Ushqimi tyre vjen nga jashtë. Cili nga jashtë? Ushqimi. Edhe restoranin e marrin nga jashtë? Patjetër. Çushor patjetër restoranin nga jashtë. Po aty në restoranin. Po ke shifra dorë zotri tani. Po kjo është plaga e turizmit shqiptar. Po kjo është plaga e turizmit shqiptar. I hyt Fatosi. Hajde me mua me qerresh ku Sulo. Ai kamarieri që punon atje, unë isha në Rimin. Ne tema ime kjo. Ne pyesim në natë. Se diti që është bërë emblematike që vend kufitar në Greqi. Jo, çështja është që thotë Sulo. Është ngritur industria agroturizmit, ka shkuar në nivel lulëzimi sepse merr gjithë produktet i sjell në Shqipëri. Do ta dëgjoj nga Fatosi këtë. Ushqimet e zinxhirit. Është një nga tezat kryesore që thonë ata që duan investime. Sulo po e thotë këtë si shqetësim për Shqipërinë. Mirë, po kjo nuk do të them, edhe nëse nuk ekziston. Ti merr turizmin, ti shalqiun e ke një muaj, domaten e ke një muaj. Para se fillosh ti Fatosi. Nuk është fare ashtu sepse Shalqia ka filluar që në 15 qershor. Tash do të kemi juve këta pi Tiranës. Ai thot ku e merr. Ndoshta ky e din më mirë se ne o Sulo. Ai më le ta dëgjoj ku e blen ai. Prodhimet bujqësore, fruta, perime 100% në Shqipëri. Peshku merret, mendoj që 70% sepse janë 1 minutë. Nuk po diskutojmë për peshk të egër, po diskutojmë peshk levamenti që ka të mrekullueshëm në Shqipëri. Ka jo vlora, po ka të gjithë edhe troftat, pothuajse po prodhojnë të gjithë lumente e Shqipërisë, kanë qejf prodhojnë tortën sepse e pranon, domethënë e prodhon ai lloj lumi, edhe ushqimi që japin nuk po them, po flasim për ushqime domethënë 100% të egra, doni.
Po flasim ushqime që, po thënë që peshku, 70% e peshku në merë tu. Turizmi elitar do atë cilësin, peshku në egër, mishin në Mirë, po nëse, prit se ta shi, Salcën ku e merë? hyrin e ekonomi tregu tani. E di, të hyrin Salcën e domatës ku e merë? Salcën e domatës në Lushe, po është ajo fabrika që prodhon aty. Kam lidh kontratë me ata. Po dhe nëse s'bot më vonë, apo? E do bëhet më vonë, vitin tjetër. Jo. Ka një parim ekonomia që ju s'po e konsideroni fare. Tani ti përsua që Një ekonomist me i menqër dhe me i zura se unë e te ka një fjallë thët ekonomia nuk është budaleqe, nuk është economy is not stupid. Pra, ekonomia nuk mujna me mësu unë te ekonominë, mëson nevoja tregut ekonominë. Sullo. Dhe më thonë mëson nevoja tregut, sepse shif. Të ponisem ti them tre. Nuk e bërë më se s'ka. Ore, nuk e bërë se bujqin e kene rënë. Ti më thua mua e bërë ekonomia tregut, sigurisht e bërë. Nuk ke fshatarë që të rinë aty. Ke vetëm muzejqen dhe kaq. Jo, po kjo shko në kundërshti. Vetëm unë për shembull kom qenë, a ke qenë ka industri për punuse të perimeve, fruta perimeve se debat kretjen. Që do marrja i zotria fruta perime industri. Domatja të përpunohet, ka që tjetë. Eta shka, do më thonë nëse nuk është sot. E di si po flet, ti po flet sigur jemi në planifikimin e shtetit, dhe shteti nuk ta ka bërë do ty uzinën, fabrikën, ta themon se si vepron ekonomia tregu tani. Po ta themon se vjen se është i kapur tregu. Kaq. Po ç'është, jo më ti po thua kapin e tregut, sa ai sot ai s'është i kapur. Tani, më dëgjoj ti po them tjetër gjë. Jo, një minutë. Po një minutë, po them tjetër gjë. Në rast se kërkesa është e rritur, fal Fatos. Se po hym në ekonomi dhe në teori tani. Në rast se të rritet kërkesa gjithsesi, ti do të rritet oferta gjithsesi. Deri sot thot Fatosit, ti ke pas një kërkesë, pra ke pasur një konsumator i cili ka qenë në këtë nivel. Ty nesër të vjen një konsumator në këtë nivel, çfarë do lloj gjëje që të ndodh brenda ekonomisë tregut, ty do të rritet oferta, do të rritet sektori. Pra e ketë pa e vitushme. Ajo që thua ti. Unë po them tjetër gjë. Që parat që do vi ajo nga oferta e rritur. Ajo ndoshta sa sjell bujqësi brenda vitit. Nuk i marrin shqiptar, nuk i merr Shqipëria. Jo më zotri. E ke gabim. Nuk rin këtu, nga impozitet tona. Ekonomia thot që kur të vjen investimi i madh dhe të rritet kërkesa, ty do të filloj të ta ofroj ky se i del me fitim. Kaq varon. Do vi nga Greqia fermerët ta bëjnë këtu edhe një herë lopën që shitet. Jo, do t'i leverdisi atij që se ti, ore, o zotri, ju doni me ndërtu Shqipërinë si doni me ndërtu Shqipërinë se tash po të kthehem në sens ideologjik. Si doni me ndërtu Shqipërinë? Se bujqësia ka rënë. Pse bujqësia ka rënë? Se s'ka standarde. Ja, ta them unë se. Si merr nga bujqësia shqiptare, bujqësia bie. Blegtoria bie. E dini që kanë ikur të tërë blegtoria, blegtorët i kanë Sulo, do të ta them si po. Do të ta them si po. Do të në Barinjë dha. Dëgjoj me thjesht. Si rritet? Ja, pra ta them. Blogger, mos duan bën Barinjë. S'ka lidhje tash, se dua të bëj një bisedë serioze. Do ta jep Fatos tani. Tani, jo do ta sqaroj si një minutë. Si bëhet? Tani, ideja është që ky lloj tregu, domethënë, ky lloj nevojat tona plotësohen nga ky lloj tregu aktualisht. Do më po them për hotelerinën ose ti mund të kesh shumë të drejtë në atë që thua që ka rënë, por unë si hotelier, që unë punoj me shërbimin all inclusive dhe nuk jam konsumator goxha i madh në këtë lloj tregu, në këtë lloj industrie, domethënë prodhimet bujqësore, fruta perime, ulmete të gjitha, domethënë, unë e di dhe nuk ka mungesa absolutisht që ka dhe nga tregu domethënë nga importi, nuk e vën dyshim. Po çon si ka nevojat nëse do të rritet ai standard që thua ti unë jam i lumtur, do të gjejmë ku tjetër do të egrat, do të po ne me këtë nivel që kemi, ekonomia shqiptare, domethënë bujqësia shqiptare e përballon sepse ka tregje pafund. Unë për fatin tonë të mirë thash, unë kam dhe shumë kontrata të drejtë për drejta që i bëjmë me fermierët që mi sjellin drejt për drejt në hotel. Dhe nuk janë pak, flasim për sasia 300-500 kg në ditë. Fatos, unë po bëj një pyetje krejt tjetër tani. Se unë e kuptoj që po të bëj pyetje unë ty, blije më shumë para 2 viteve, blen më shumë tani, për sa kohë që ti ke zgjeru hotelerin tonë dhe blen më shumë, ai që të furnizon ty duhet të prodhoj më shumë e kështu me radhë, se kështu është zinxhiri. Do të fusin ai mik ai të zgjedhë mua, se ka shumë kërkesa nga prodhuesit, sa që do të fusin ai mik që më gjej mua, s'është që lehtë. Bukur. Pra ka kërkesa të produktin të mua. Pra ka kërkesa. Tani pyetja është kjo. Edhe në rast se ka mungesa, siç thot Sulo, se unë nuk do i bëj fare avokatin as ministres bujqësisë, as ta ka. Mungesa nuk ka, se s'ka prodhimit vendas. Prodhimit vendas. Edhe në rast se ka mungesa në prodhimin vendas, kur të vjen një strukturë me këtë nivel dhe me këtë investim, e ka problem të vazhdojë një zinxhir edhe të agrikulturës, edhe të prodhimit aty afër se i leverdis atij
superstrukturës të bëj investime dhe në bujqësi sepse e kanë zinxhir të vet, ti si ke vepruar se prandaj i them si doni ta bënin Shqipërinë, se në rast se ka kërkesë të rritur brenda vendit, automatikisht oferta brenda vendit rritet, edhe sikur të ketë korrupsion, edhe sikur të ketë problematik, her pas herë është tregu që prevalon. Kem shumë të drejtë. Është tregu prevalon, mos o drejtë. Kem shumë të drejtë. Se bujqësia ka ardhur në të kurje 5 vjet e fundit. Se s'kan ardhur këto superstruktura. Se nuk ka standard pra. Se s'kan ardhur këto superstruktura, do të kishte thënë ai tjetri ty, po s'po ta them. Ajo që theti është shumë logjike. Po shkon në proporcion të drejtë. Po ke 5 vjet e fundit bujqësisë ja kthejnë domatet nga jashtë, ja kthejnë pjeshkët nga jashtë. Tani kur kemi ministrin e bujqësisë, ja fjalën që do të sjellë këtu. 12 milion turist. Por parimi ekonomik është ky. Është ky. Sulo, parimi është ky. Elektoral. Është përgjysmuar nga 2013. Tash peshku, mendoj që, jo mendoj, po 60% e sasisë peshku që treq unë është e levamentit, domethënë prodhim venda, se don 40% është importi, absolutisht. Edhe te pjesa e mishit, patjetër, por plotësohen të gjitha nevojat, domethënë sepse në fundit unë duke qenë shërbim all inclusive, sigurisht nuk mund të marr mishin me 15.000 lekë, do marr mish importi patjetër, e don. Dhe nuk është se unë domethënë e fsheh këtë gjë. Po kjo do thotë që dhe ai që ka resortin në Greqi blen vetëm Greqi, se kjo është çështje tjetër. Jemi po kthehemi ke çështja që ne turizmi ka problem mikpritje për shembull. Ne duhet falenderojmë për shembull, është pjesa e kufirit, sepse është shumë e rëndësishme me turizmin në momentin e mbritjes në Shqipëri. Për shembull, te kufiri ne kemi parë çfarë për Evropë kur vemi rrim nga 5-6 orë. Për 10 minuta 250 turistë gjithë avioni, domethënë përpunohet për 10 minuta. Kjo duhet të thënë se na thon kompanitë të gjë, që bravo ju qoftë, te pjesa e kufirit jeni 10 me yll, domethënë aty te ashtu. Të gjithë do të bëjmë mikpritje, ne kemi problem te pjesa e mikpritjes dhe i shërbimit që do t'i bëjmë turistit. Pastaj pjesat e tjera rregullohen sepse rregullon tregu, nëse s'ka Shqipëri ka importi. A duhet si thot Sulo që të rrisin prodhimin e brendshëm? Patjetër, se mirë bëhet ajo punë, por kërkesë oferte është, e kupton? Por nëse ti ngrit kërkesën do të procesin e brendshëm, se kjo pastaj është e majt komuniste, siç të ngrita. Unë them që turizmi shqiptar, nga këto rritje e turistëve, numri turistëve, nuk ka përfituar ekonomia shqiptare. Kjo është një mit. Dhe duhet çmontuar ky mit dhe të gjendet rruga, sepse të ka rënë tani njerëz po merren me këto agropërpunimit të vëshash 20% e shportës. Po patjetër do të bëjmë politika, a di ti çfarë ndodh? Tani po themi patjetër që do të bëjmë politika. Ne kemi agropërpunim thotë se të vëshën 20%. Do i themi Tajshin. Kjo është subvencionet e bujqësisë, se kemi në kjo është tjetër histori, taksat në bujqësi. Prandaj do bëjmë politika fiskale, a di ti pse një nga arsyet monopoli në ikra, kjo taksat në gjë. Investitorët shqiptar, domethënë fokusuan fort te hoteleria, di kush është apo jo, ajo 6% i famshëm që është në akomodim, domethënë nga 20 u bë 6. Ka efekte të jashtëzakonshme politika fiskale, dhe unë jam dakord me atë që thua ti. Fatos, nuk jam kundër dhe ju keni bërë domethënë nga ato hotelet e vogla, keni bërë ato bravo qoftë me tani problemi është se ne kemi arrit nisur nga rezorti në Zvërnec, kemi arrit në një pikë që ai turizmi masës, masivi, më shumë dëmton. Po t'i ysh. Tani është mundësia për elitarin. Si do bëjmë elitarin, pra? Ka që si do bësh elitarin? Mirë, shiko, se kanë bërë vendet fqinje. Elitarë Zvërneci. Sulo, ti me ma thuaj në një berat kush janë vlezrit, se unë me emrat nuk jam. Janë vlezrit Al-Hayati, që janë, kishte shkrim një rëtojmë se disa. Dhe më thonë për relevancën globale të tyre. Dhe më thonë nëse ka dikush që ka veshin ju vetëm republikanëve, edhe demokratëve në Amerikë janë vllazërit Al-Hayati për shkak ndikimit rajonal, edhe në Siri, edhe në Katar. Aktualisht ata e kanë marrë aeroportin e Siris, po e bëjnë, edhe po i bëjnë 5 centrale me gas në Siri. Janë më të fuqishmet. Jo që sanksionet Siris në Amerikë. Ata e takun vllazërit Al-Hayati, e takun kongresmenin demokrat i cili kishte 2 komte humbuna në luftë me Al-Shara në Irak, ku Al-Shara që është aktualisht prezident, ishte terroristi Al-Qaidës. U takun me ndërmjetësimin e këtyre vëllezërve, edhe doli ai është me proteza, është videoja, thot u binda që Al-Shara nuk është më terrorist dhe votoi pro heqjes. Pra, ata kanë qenë në Shqipëri. Kanë qenë disa herë në Shqipëri, e kanë vizitu vendin, edhe kanë pra një relevancë globale. Tash, kjo tema që u bosët të ishte fantastike, se po diskutonim për impaktin real ekonomik. Në Shqipëri, po. Mirë po. Sulo le të thëtë çfarë doj. 2 javë ditë Shqipëria ka diskutu Gaza dhe Izraeli. Kush e ka
mbarës këtë temë. Para se më shkosh aty se jam fund fare. A ka shanse, ne mendojmë që ka shanse fatos që të vi Al Hayat në Shqipëri dhe mos ta di se nga ku do furnizohet? Ora e ka tregu, ne dim që këto është kërkesë ofertë. Gati janë buqërit tanë të prodhojnë gjithë shka, vetëm sepse do bëhen kontrata paraprake, ata do vendosin standardet e veta. Kur vjen kjo lloj marke, me djenin tënde çfarë bën përpara se të vi? Do bëhen kontrata paraprake, 1 vjeçare, 2 vjeçare, 2 vjet përpara, do të thonë ky është standardi i fruta perimeve tona, ky është standardi i mishit që do kenë fermerët në përstallet e tyre. Ky është të gjitha standardet do të bëjnë kontrata paraprake me prodhuesit tua. Që fermeri të jetë i përgatitur që kur të fillojë puna, se puna s'fillon, ai hoteli nuk bëhet me abrakadabra, ai do 4-5 vjet, 10 vjet ku diun sa do zgjatet, domethënë dhe fermeri ecën paralel, domethënë kontrata që bën kompania me fermerin, domethënë është 2-3 vjet përpara i thotë përgatitur këtë. Pra në këtë kohë para përgatitore dhe të ndërtimit. Po, sepse a i leverdis atyre që të prodhohet në Shqipëri apo i leverdis atyre që të marrin gjithë zinxhirin, qoftë edhe të furnizimit? Absolutisht do tentojnë jashtë, domethënë patjetër me kontrata që kanë ata zinxhiri, por do kenë cilësi më të mirë në Shqipëri, do kenë produkt më të freskët, do kenë të gjitha domethënë shumë herë më mirë dhe çmimi do jenë shumë më mirë. Do kenë më interes të kenë produktin vendas se sa të marrin produktin kur kemi qenë pjesë e zinxhirit të tyre. Vetëm ta thamë edhe një aktualisht kompania, po tani çfarë atyre? Curi. Aktualisht kompania ka kontraktu kompaninë më prestigjioze në botë për ambientin. Për mjedisin. Për rujtjen e mjedisit. Pra debati në kosh që si ka bë mirë edhe kompanisë. Sepse e ka mobilizu me mbrojt projektin para informacion të sikur thua ti? Patjetër. Se ne s'kemi parë asgjë. Po, kam një numër i njerëzve e din që edhe kam raporte, domethënë me dikant atje, domethënë prej familjes që investon në Shqipëri, domethënë që komunikojmë edhe kanë treguar që gjëja bëhet që Komisioni Evropian me që ata edhe e kanë kërkuar, ata thojnë që ju në kontë të e bo, po tash është angazhu me kompania ma rëndësishme janë botë. Te kam edhe emrin, se kam autorizimin me publiku emrin, shumë shpejt do të publikohet edhe emri. Dhe më thonë, pastaj edhe një gjohë krejt para asoj. Kur i ndëgjej shqiptarët, ose kur i ndëgjej edhe këto mediat evropiane të i thonë, po shkatërohet lumi i vetëm i egër në Evropë, pyetja vetme që më shkon mendje është, e çka ka ndodhur me lumejt e ju i egër? Dhe më thonë, në ndërkohë që vjosa qenë ka lumi i vetëm i egër në Evropë. E ata lumejt e juj, pëse s'janë tegër? Se i keni industrializu, sepse i keni komercializu, edhe po doni me lonë Shqipërinë sikur Afrika, sepse Afrika është, dhe më thonë, vende që ka ndiku më spaku në ngrohjen globale. Gjorë s'ka as ekonomia, as industria, si gjo. Ky debati zhvillimit me mjedisin të Përpara një jave u ul, ja shumë e thjesht, përpara një jave u ul avioni parë që vjen linjë direkte nga Kanadaja vjen në Tiranë. U ul në Shqipëri. Filloi debati 3 ditë rresht në Selanik për aeroportin e tyre, pse se morëm ne këtë linjë. Debati jashtëzakonshëm në media sociale u bën nami. A kupton? Pra është xhelozi fshinjësh kjo. O ta marrim ne, o ta marrin ata, kaq. Po pse s'ishte ky rast? Antalya kur ulesh përpara me avion kishte gur. Tani Antalya kur ulesh në aeroport ke vetëm sera poshtë. Pra e kërkon ajo, e kërkon zhvillimi atë. Do ta bëj serën patjetër. Bujësia do ta shikoj Arioni, se ç'do bëhet. Po të vinë njerë këta. Të vinë edhe. Ta japim një lajm para se ta mbyllësh. Nga nesër ndoshta, besoj nesër, një nga organizatorët kryesorë të protestës, të është më emblematiku, del me dokumenta që ka qenë i dënuar në Francë për vjedhje banese. Dhe prapë unë besoj që gjithë kjo dorë që i drejton këta, ka vendosur me qëllim njerëz me precedent penal për të penalizuar ose inkriminuar gjithë protestën. Prandaj edhe njëherë protestuesit duhet të kenë kujdes cilët njerëz ndjekin mbrapa. Sot pash të njëjtin strategji siç pash ditët e para në Rinas. Janë të njëjtët persona që i drejtojnë njëri në Rinas, njëri fusin nëpër universitete, njëri nxjerrin nëpër rrugë, me qëllim që t'i përplasin me policinë, me qëllim që t'i inkriminojnë dhe protestuesit. Edhe njëherë po them, mos të bëhen dele dhe të shikojnë cilët çoban ndjekin. Ata çoban që kanë deri tani, nesër njëri prej tyre del inkriminuar. Të gjithë, si fillim. Ata. Brenda turmave ka plot cilët çoban ndjekin sepse po i çojnë të zi, po ka plot idealistë të bardhë, pa diskutim. Po idealistët keq përdoren. Të mos ndjekin çobenër, barinj pra,
që kanë qenë të dënuar për vjedhje, për korrupsion. Njerëzit nuk e dinë se kush është aty. Po do dalin nesër pra. Kur të dalin njerëzit do të një nga më emblematikët del që ka vjedhur shtëpira në Francë. Më tepër se sa individualitetet e ndryshme që janë gjithmonë nëpër protesta dhe në mbledhje turmash, më shqetëson, le të themi, mendësia që krijohet nga shkuarja për llogaridhënie, korrupsion, goditje të transparencës e tjerë, mos të keq përdoret për mungesë zhvillimi, për pengesë investimi dhe tjetër gjë. Këto janë shqetësimet, që aty ka ngjyrime nga më të ndryshme njerëzish interesar, tashmë është gjë e ditur dhe s'kemë nevojë ta përsërisim. Po flasim për krerët e protestës, nuk po flasim për protestuesit e thjeshtë. E kanë deklaruar krerët që i lëshojnë një herë në Rinas, një herë në Politekniku, njëri nxjerrin në përkryqëzime, janë dhe do dali dhe nesër njëri prej tyre me precedent penal. Të kemi kujdes mbas kujt shkojmë. Kaq. Okej. Nga ana tjetër ne kemi kujdes në Top Story, me gjithë përgjegjësinë që marrim, me gjithë peshën që na vendoset dhe kur nuk kemi çfarë të bëjmë dhe nuk na takon, që të qartësojmë miliona shqiptarët, jo vetëm 10, 100 mijëra që mund të jenë në shesh si përfaqësues të vetes dhe më shumë, që analiza për çështjet e zhvillimit dhe politikës duhet të jetë me një mendje ndërtuese, jo çndërtuese. Pra nëse këtu cila do politik, e huaj apo e brendshme, do të kontaminoj, do të helmoj cilëndo lëvizje në emër të luftës brenda llojit, qoftë ky geopolitik, qoftë ky religjoz, qoftë ky politik lokale e brendshme shqiptare, qoftë ky për të mbrojtur të vetët nga korrupsioni, ajo që kemi detyrën e është kuptojmë çfarë vlen në fundore që Shqipëria të jetë më e pasur e në fundore shqiptarët të jenë më të pasur sepse duhet të jenë së paku të parët në Ballkan. Kështu e shohun. Faleminderit që ishit me mua në Top Story. Natën e mirë, e sigurisht ne nuk e ndalojmë këtu. Në fakt Berati më çoi diçka që në rast se regjia ma jep, unë ndoshta e trajtoj dhe me Karamuço në një emision tjetër, çfarë do të thotë, le të themi propagandë që vjen me forcë edhe nga qarqet të huaja, nga Irani zyrtar, sepse do jetë interesante ajo që do ndodh në platformat online, do të jetë hapi i radhës për të bërë një betejë midis atyre që i ndjekin rrjetet gjatë ditës dhe atyre që na shohin ne gjatë darkës, e këto janë balanca shumë të vështira për të mbajtur me përgjegjësi një dhe vetëm një kolon, të vërtetën që do përpiqemi ta japim ashtu si e dim. Natën e mirë, faleminderit që na ndiqni, Berat do ta diskutojmë ato herën tjetër. Natën e mirë.